Mbrëm rreth orës 21 në rrugën regionale Tetovja-Zhinc, pjesëtarët e policisë të Arcës kanë arrestuar një 17 vjeçar nga fshati Përshevc, tek i cili është gjetur marihuan. Pas bardhjes së rastit, do të ketë padi adekuate. Mbrëm në orën 21:55 në stacionin e policisë Gallat, personi me iniciale BI, 31 vjeçar nga fshati Toplic, ka denoncuar se rreth orës 17:30 në afërsi të xhamisë së fshatit është sulmuar nga personi NM nga fshati Toplic. Janë marrë masa për zbardhjen e rastit. Sot në orët e para të mëngjesit në autostradën Gostivar-Tetov, pjesëtarët e policisë për siguri në komunikacion rrugor në Tetov kanë arrestuar personin me iniciale BO, 50 vjeçar nga Gostivari, për shkak se kanë neglizhuar pjesëtarët e policisë që kanë kryer veprime zyrtare. Gjatë një kontrollit, pjesëtarët e policisë kanë konstatuar se personi në fjalë, i cili drejtonte automjetin Porsche me targa të Gostivarit, ka kryer kundërvajtje, me çrast i është marrë patenta e shoferit dhe i është urdhëresë për pagesë. Pas bardhjes së rastit, do të ketë padi adekuate. Mbrëm rreth orës 21:50 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, është denoncuar se në kryqëzimin e rrugës Jegunoc-Përshevc dhe rrugën regionale Tetovja-Zhinc ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë një traktor i drejtuar nga një 67 vjeçar AM nga Përshevca, vetura Golf me targa të Kosovës e drejtuar nga 38 vjeçari ID nga Kosova dhe një veturë e parkuar BMW me targa të Tetovës. Në aksident lëndime kanë marrë vozitësi i traktorit, vozitësi i Golfit me 2 bashkëudhëtar. Është kryer hetim në vendin e aksidentit.